Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente të lusim së bashku mbrëmsorën e kremte lajmërimi i lindjes së Krishtit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. E ta marrë vesh mbar shekulli, se ka ardhur çmimi i jetës, pas zgjedhës së armiku të egër, botës i u duk shëlbimi. Çka priu me këngë Isaia, në Virgjërën u plotësuan, e çka lajmëroi kryeangjëlli, përmbushi Shpirti i Shenjtë. Në kraror zuri Maria nga far e fjalës besnike, atë që s'përfshin tër bota, e mbart ëma e një vashe. Çka ndoti Adami i vjetër, e lau Adami i ri, çka flaku ai me kreni, ky e ngriti shumë kokullur. Çdo lavdi i qoft Krishtit, birit të hyjit atë qiellor, ngjizur në të lumen virgjër, nën hije të Shpirtit Shenjtë. Amen. Antifona e parë. Një pinjoll do të dalë nga trungu i Jezeut, një pip i zgjedhur do të piptojë nga rrënja e tij, në të do të pushoj shpirti i hyjit. Psalmi 113. Lavdërojeni shërbëtorët e Zotit, lavdërojeni emrin e Zotit, qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia e tij i ta i kalon qiejt. Kush është si Zoti i hyj ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vrojton qiellin e tokën? Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të ri me princat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdioatit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Një pinjoll do të dalë nga trungu i Jezeut, një pip i zgjedhur do të piptojë nga rrënja e tij, në të do të pushoj shpirti i hyjit. Antifona e dytë. Zoti do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij, dhe ai do të mbretrojë për amshim. Psalmi 147. Lavdëroje Jeruzalem Zotin, madhëroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoi shullat e dyerve të tua, e i bekoi bijtë e tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcën e grurit, ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i tij vrapon me shpejtësi. E hedh borën por si lesh, e derdh brymën por si hi, e lëshon breshrin por si kafshat, kush mund të qëndrojë përpara të ftohtit të tij? E dërgon fjalën e vet e ato shkrihen, çon erën e vet e ujërat rrjedhin. Ai i zbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësitë e gjyqjet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Lavdioatit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij, dhe ai do të mbretrojë për amshim. Antifona e tretë. Sot fjala e amshuar, e lindur prej atit para të gjithë shekujve, e përuli vetveten dhe u bë njeri i vdekshëm. Kënga man nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2 rreshta 6 deri 11. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy, Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por i amohoi vetvetes, I mori natyrën e shërptorit dhe u bë i ngjashëm me njerëz.
dhe e përka pamja jashtme, duke i vetëm njeri, e përuli vetveten, duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje. mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë, Jezu Krishti është sot në nder të hyjit atë, lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. sot fjala e amshuar, e lindur prej Atit para të gjithë shekujve, e përuli vetveten dhe u bë njeri i vdekshëm. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Gjonit, kapitulli i parë, rreshtat 1 deri në 3. Çka ishte qysh në fillim? Çka dëgjuam, çka pa me sy tanë, çka soditëm dhe duart tona prekën, në lidhje me fjalën e jetës. Po jeta u shfaq, ne e pam dhe dëshmojmë dhe ju kumtojmë jetën e pasosur, që ishte te Ati dhe na u shfaq neve. Çka pa me dëgjuam, po ju au kumtojmë edhe juve, që dhe ju të keni bashkësi me ne. Përgjigje e shkurtër. Një pinjoll do të dalë nga Jezeu, një yll nga Jakobi. Një pinjoll do të dalë nga Jeseu, një yll nga Jakobi. Nga virgjëra do të lindë shëlbuesi, Një yll nga Jakobi. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Një pinjoll do të dalë nga Jeseu, një yll nga Jakobi. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Shpirti Shenjtë do të zbresë në ty, e fuqia e hyjit të tejet lartë do të mbulojë me hijen e vet. Kënga e Virgjës së Lumë sipas Lukës Ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që se që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. i shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë, e tregoj fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thot, i ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan, në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të tij në amshim, lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shpirti Shenjtë do të zbresë në ty, e fuqia e hyjit të tejet lartë do të mbulojë me hijen e vet. Lutjet e besimtarve. Me fe dhe me shpresë t'i brohorisim Atit të amshuar, i cili në ditën e sotme nëpërmjet engjëllit të tij i lajmëroi Marisë shpëtimin ton. O Zot, na jep hirin tënd. Ti e zgjodhe Virgjën Mari që të jetë nën e birit tënd. Ki mëshirë për të gjithë ata të cilët e presin shëlbimin e tij. O Zot, na jep hirin tënd. Ti i lajmërove Marisë paqe dhe gëzim nëpërmjet engjëllit Gabriel. Jep jam var botës gëzimin e shpëtimit dhe paqen e vërtet. O Zot, na jep hirin tënd. Ti me pranimin e shërbëtores sate dhe me veprimin e Shpirtit Shenjtë, bëre që fjala jote të banojë ndër ne. Bëj zemrat tona të gatshme që të pranojnë Krishtin, siç e pranoi Virgjëra Mari. O Zot, na jep hirin tënd. Ti kujdesesh për të përvuajturit dhe të uriturit i mbush me të mira. Ngriti të dobtit, ndihmoj ata që ka nevojë dhe ngushëlloj ata që po vdesin. O Zot, na jep hirin tënd. O Zot,
Ti mund të bësh çdo gjë, ti i vetmi bën vepra të mrekullueshme. Na shpëto ditën e fundit kur ti ringjallësh të vdekurit në jetën e amshuar. O Zot, na jep hirin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shet rroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj, ti që deshe që fjala jote të bëhej njeri i vërtet në krarorin e Virgjës Mari, pasi e pranojmë atë për shëlbues, njëherësh njeri të vërtet e hyj të vërtet, bëj të jemi pjesëtar të natyrës së tij hyjnore, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.